Unë nuk ndryja sepse unë nuk jam dakord me këtë bisedë fare. Ti je dakord fare që të shkojnë në zgjedhje? Jemi të Nuk jam qartë. dakord që opozita të hyjë në zgjedhje. Sepse kjo është opozita, Agron Shreja ka thënë këtu që zgjedhjet ishin papranueshme. PD-ja ka thënë që zgjedhjet ishin fars. Thonë që me Ramën nuk bën zgjedhje. Na japin rezultatin e zgjedhjeve lokale, nuk e diskutojmë, por të fundit të 11 majit, i cili ishte një rezultat që PSD bëjnë 50.5%, dhe thonë pasaj do futemi për të mundur Ramën. Për si do mundur Ramën? Kur Ramën nuk bë zgjedhjet barabartë. Kjo është një pyetje... Kur arriti edhe brenda Bashkisë Tiranës me PSD-n të ketë kandidat... Kjo është një pyetje e rëndësishme. Është Shtrona Bileve. Si do japësh Ramës, një sekundë, se nuk ndryrë. Si do japësh Ramës ti, alibin që bën zgjedhje? Prapë. Sa po ka thënë që s'bën zgjedhje? Si mund të thotë kjo opozit na alibin ti? Se unë do i për vend dytë këtu. Dhe po arrita unë të kem rezultat mirë, jam i dyti prapë, po jam më i mirë se Siça. Qa është kjo? Kjo është jesh opozit pasad. Jesh opozit për të thënë që Edi Rama është vërtet një autokrat, po këtu bën zgjedhje. Kjo është lloj demokracie, funksionon në një farë mënyrë. Jo, nuk funksionon zgjedhjet me Edi Ramën. Edi Rama e ka ndarë, ka hequr Erion Velin se nuk i bindej dhe ka vënë njëri tjetër diellën e mishëruar tek Ogerda se i bindet, kaq. Ai e di që do fitoj. I ka marrë masat do fitoj, e ka mbyllur rezultatin. Këtë filmin e kemi parë një herë, e kemi parë të 2019 se kemi parë si ka ndodhur. E kemi parë fare atë filmin. E kemi parë që nuk hym në garë dhe nuk e vret njëri mendjen që sym në garë. Para njerë që nuk e ke parë atë film, që këto janë zgjedhje të pjesme dhe nuk kanë asnjë vlerë. Mos marrim pjesë në zgjedhje e kemi parë ato. Çfarë ka ndodhur? Është që ai filmi u lan mes nga Ruzin Basha. Sepse ti nëse nis filmin për rrugën radikale, do e çosh deri në fund. Nuk do ulesh me Damianin të puthesh prapë. Dakor, dhe futesh zgjedhje. Dakor, po bojkotosh ato zgjedhje. Shumë më të mira. A provoi PD-ja rrugën radikale deri në fund? Jo, nuk. Ishin në momente sa bombaruan zgjedhjet lokale, ndërpreu dhe protestat madje. Ishin në momente shumë më të mira ato. Bëri Ilir Metën të dyshonte që kjo lojë u bë një skaton të rëzim. Dakor, dakor, por rezultati i asaj rezultati ajo, kanë mes. Nuk e di si mbaron ai film se u ndërpre. E preu Shirin Basha, e mbaroi. Ja, atë film nuk e pam dot. Në qoftë se ti nuk filmin e radikalizmit, ne nuk e pam dot. Qoftë se ka një parti politike e cila do të ndjek rrugën radikale, ta refuzoj këtë sistem që Edi Rama e kontrollon nga fillimi deri në fund çdo që dhe të dalë nga sistemi, ta lë Ramën të përballet me qytetarët. Si do përballet? Po me qytetarët. Rrihen vëlla qytetar, si? Qytetarët, po në rregull. Po provuar. Po çfarë do bëj? Ngrihen qytetarët. Çfarë do bëj? Do marr rrogën, çfarë do bëj? Cila është ngrihen qytetarët me rrogën, dhe bëhet koalicioni gjerë. Opozita ose do nëse Berisha nuk thotë, jo, nëse Berisha. Opozita nuk kandidojnë në Opozita ka vetëm 2026-ën. Por da? Nëse doktori thotë nuk kandidojnë në 2026-ën dhe ngrihet riformatohet, futen blidhen të gjithë njerëzit populli opozitar, do të rregullohen më, edhe në. Ndoshta. Ne fajm prapë opozita e ka pra, që Rama s'bën zgjedhje. Jo, ai s'bën zgjedhje. Atëherë këta duhet marrin pushkën. Pushkën pra, po e merr Ramën, do luftoj njerëz. Po nuk i vete njeri. Edhe pushkën do luftoj. Po si vete njeri më? Kush do luftoj? Do dali Saliu Mali. Si vete më? Është zgjuar pa pushkën. Po çfarë thua më? Kur pushtohesh me pushkën, shirohesh. Ore pushkën, po këta vete njeri me pushkën nga këta janë nga njerëzit më të pasur pas Ramës. Si vete me pushkën? Mund të themi dy fjalë, po. A që ti thua të bëjmë luftë civile një vend antar i NATO-s. Jo, një sekondë. Për emër se nuk është atë. Tani ustaz marrin pushkën. Tani vetëm këtu dëgjojnë teoria të këtij llojit ku thua, unë dëgjoj shpesh, për shembull, e fundit që dëgjova ishte pse futeni ju në zgjedhje, i thoshte një profesues, jo mua, po të opozitës të PD-s, kur nëse thoni që nuk jeni zgjedhjet. Tani ne jemi në një autokraci, unë jam i bindur për të. Ne jemi në një autokraci ku Edi Rama kontrollon gjithçka. Dakor? Çeti e përliq këtë autokraci. Kur ti jeton në një autokraci, thua aq mundësi sa ke, o burra ta shfrytëzoj sa më shumë. Nuk thua e di çka ke ti, meqenëse kemi kushtet barabarta apo i ki fare unë. Se ne jemi të vetëdijshëm, më falni sekond. Nuk ka dëgjuar ndonjëherë, të lutem. Ore ndryshon do dëgjoj. Do përdorësh, çfarë do shfrytëzosh? Më fal. Do shfrytëzosh për ta ndryshuar fatin e Shqipërisë apo për ndryshuar fatin tonë? Do luftosh në ato për fatin e Shqipërisë apo fatin tonë? Për fatin e Shqipërisë do luftosh. Për fatin e Shqipërisë ndryshon dot. Ore do luftosh edhe kur ndryshon dot. Çfarë po na tregon ti që është e vështirë? Po ne dimë që është. Se ndryshon dot. Ore lëre nuk se ndryshon dot është gjë tjetër. Ti more 6% vota të Tiranës apo jo? Kujt ja more? Ja more Edi Ramës apo ja more opozitës?
Nga e di. Kujt ja morë ti jo? Mund të ka marrë të vetat. Unë them që e ke marrë Edi Ramës. Po Edi Rama e bëri që duke sikur e morë opozitës. Tani, Ka që thjesht që po. I lëm këto tani. Jo, si lëm këto, jo, s'më fare. Mund të jemi pak serioz. Po. Mund të jemi pak serioz. Serioz e shpik, po them. Dhe mos të shpikim. Ka rezultate të zgjedhjes. Po mirë. Çfarë po shpikum tu? Por nuk është, jemi pak serioz. Nëse flasim që jemi në një autokraci, unë mendoj që opozita duhet të shfrytëzoj të gjitha mundësitë. Nëse ka zgjedhje duhet të futet, dhe jo mos të futet. Për të humbur. Nuk ka, ore, do futet të luftoj. Për të humbur. Dakor? Do futet të luftoj. E këmu? Me ata, me regjimin, me autokraci. Urdo? Dihet rezultati. Por çfarë do dihet rezultati? Ore ti do luftosh. Por është ditur rezultati. Ore futen në Rusi, edhe në Rusi futen në zgjedhje se na Kemi 25 zgjedhje. Ore edhe në Rusi futen në zgjedhje, dhe në Venezuelë futen në zgjedhje, po nëse ka parti politike që kanë arsye për mos futur, janë ato. Edhe thonë shqyqy që futemi, aq hapësirë sa kemi, o burra ta shfrytëzojmë. Tani ne këtu shpikim teorinë që e lëm fare. Me që si jemi në atë kushte, me që ky ka kapur gjithçka, ka kapur mediat, ka kapur ekonominë, ka kapur krimin, po e lëm fare në s'potemi fare. Po ç'kjo më, ç'a bëni kështu? Po ç'a janë këto muhabete kështu? Ku kemi dëgjuar ndonjëherë? Ç'a mjetesh do ashtu? Mjetin denoncues. Leje la kuriç atë, paktën që ta kuptojnë ata që e mbështesin në perëndim, që ky njeriu s'bën zgjedhje. Ku e ke parë këtë teori ti më? Po Ku e ke parë këtë teori? Ku e kam parë unë teori? Ku e ka parë? Edhe vendin më diktatorial, edhe në vendin më diktatorial futen në zgjedhje. Aq hapësirë sa kanë e shfrytëzojnë. Ç'është kjo punë tani me teorinë e Serbi nuk bën zgjedhje opozita. Dhe u detyrua pas 2 vjetësh bëri zgjedhje prapë. Po, dhe kush i fitoi? Pavarësisht. Ai fitoi sepse edhe fitoi për arsye gjeopolitike. Ai është më i moderuari ndër disa lider që janë ekstremistë. Por ai u prapë unë besoj që Abi Lekaj, unë besoj që ne do të shfrytëzojmë çdo hapësirë. Okej. Hapësira kodo. Por unë besoj që Abi Lekaj është duke thënë që nga viti 2013 opozita në Shqipëri ka përdorur dhe provuar skenar nga më të ndryshëm dhe nuk ka patur asnjë sukses për largimin e Edi Ramës. Tani që ka mbetur? Jo, ne shikojmë një problem, po nuk shikojmë problemin tjetër. Tani të flasim atës, flasim troç. Se opozita nuk ka bërë atë që të bën çdo lloj opozite në botë. Kur u mbet, ndryshon. S'ka bërë këtë, që është gjë më e rëndësishme. Po të shikojë listën e opozitës, e kandidatëve të opozitës, të Partisë Demokratike, dhe po ti ndryshoje vitin, e të shënoje 2013 apo 2017, të thuash mund të ishte 2017. Tani çfarë këto muhabete? Më gjeni një parti tjetër politike, më falni një sekond, më gjeni një parti tjetër politike që është në opozitë, që nuk ka ndryshuar, aq sa nuk ka ndryshuar Partia Demokratike tani. Para se të marrim armët, hajde bëjmë njëherë këto gjërat që s'ka nevojë për dhunë. Ç'o punë? Ka një armën, direkt armët. Ka 1 minutë deri te armët. Sepse ne ora me vdishëm. Në 96-ën, opozita shqiptare doli nga zgjedhjet. E la autokratin e kohës, që është Sali Berisha, e la Kuriq. Dhe u detyrua që në 97 u bë zgjedhje në pushtet opozita. Nuk u bë fasad demokratike e Sali Berishës. Tani ju që thoshit. Me që po thotë, dhe bë Venezuelën. Në Venezuelë opozita hyn në zgjedhje se fiton. Jo. Me këto... Dhe ka fituar 2 herë zgjedhjet, dhe 2 herët është shtypur me dhunë. Me këto këshilla ju e morën në qafë një kryetar partie dhe parti politike, tani prapë me nditin muhabet tani, prapë asni politikani dhe nuk kam tanë ja pas këshilla private, as publike. Unë them... Lulin e mësoj Antoni. Po, këtë që pati një frym, që pati një frym për që shtyti, po nuk ka rëndësi, po që pati kishte zërat tjela, te e din. Që unë dikua, po nuk është justifikim kjo, se aji shpilësia totalisht e ati. Përgjësia është komplete ati, po që... Dhe më thua mua që nga 11 maj e dhe risot, 12 maj, që me Edi Ramës bënë zgjedhje, që kjo këto ishin farë, se të tjera, dhe unë dojë zgjedhje se mund fitoj, atëre, ore në ju në zgjedhje sepse kush merret me thua. Mos nuk mund të gënjesh ka gjabur. Kush se kam me ty, e kam me opozitë. Me atë i thon ata farsa, dhe do hyrë në zgjedhje se do fitoj. Çfarë do të thuash njerëzit ti? Unë e di do humbas, po kam një kandidat për të humbur. Çfarë do të thuash? Unë e di që rezultati është paravendosur, po kam një kandidat për t'i bërë fasadën e Edi Ramës. Kam një bindje që në Tiranë ai këto zgjedhje nuk fiton dot edhe se u mos vjedhë asnjë votë Rama. Mënyra se si është si jam coptuar këta. Të paktën këto zgjedhje të pjesme që s'kan asnjë vlerë, të paktën këto zgjedhje të pjesme, këto s'kan asnjë vlerë. Edhe po të fitojë opozita. Po të fitojë ka një farë vlerë. Jo, po të fitojë opozita ka shumë vlerë. Po të fitojë opozita ka kryer përmbysje. S'kan vlerë, se do të ndryshon asgjë. Pas 2 vjetësh e ke në opozitë Rama. Në zgjedhjen në bashkinë e PS-s. Nëse opozita këto zgjedhje, nëse opozita këto zgjedhje fiton, Ramën në gjithë botën 2 vjet e ke jashtë. Në gjithë botën opozita
Sa të përfundojnë kauzën e 11 majit, kjo opozicë duhet të hyrë zgjedhje. Tani në gjithë botën... Pa përfunduar akoma kauzën e 11 majit, uarua farsa, donim të kandidatët. Qa është kjo opozitë hipokrite? Ti e krahasove me 96-ën. 96 ishte kohë tjetër. Pavarësisht se u tërhoq nga zgjedhjet opozita asaj kohe, u fut në parlament. Dhe vijuan ngjarjet e 97-s. U fut në parlament opozita. Morën Sali Rexhepi u fut vetëm në parlament. dhe vazhduan ngjarjet e 97-s, ndodhi ajo që ndodhi në 97-ën, kështu që krahasimi nuk shkon. Po pra, pas një u bën Ne kemi zgjedhje. parë në 2000, po pra. në 97-ën kishte dhe reagim qytetar për atë që ndodhi. Mbas 2019-s Ishte maksimal reagimi qytetar zero. Populli pra. Dhe reagimi qytetar zero, sepse opozita mund ta marrë të rrugën që thua ti. Kur populli ndihet i vjedhur, po kur populli nuk ndihet i vjedhur dhe vazhdon jetën normale, sikur këtu s'ka ndodhur asgjë. Atëherë, Opozita është e paftë, të largohet. po mi pra, ne këtë po diskutojmë. Çfarë duhet bëjnë ndryshe opozita? Pse duhet Por të jo opozita mos marrë pjesë në zgjedhje. Çfarë ka falë tyre këto vende të parlamentit? Se po flas për partitë e reja, më fal. Jo opozita mos marrë pjesë në Me zgjedhje. këtë që është opozita kryesore. Kush ka falë tyre më? Që kanë 4 mandate fiton Edi Rama. Se bëjnë dot të ikin. Po mi pra, po Ja japin dikujt tjetër. Po të thonë, ose të thonë, neve nuk kemi dot për të mjet, me këtë mjet se rrezohemi dot, të përdorim pra, dhe ky propozimi këtu ka bazën. Pra, Unë bëj fasadën ai demokratike gjë tjetër, por jo mos marri pjesë, bojkotoj, trianash. Të radhë po mori pjesë del kundër vetes dhe jep një bën një nder të madh Edi Ramës. Edi Rama këtë radhë gjenden me raporte ndërkombëtare të frikshme. O Anton. Të thonë zgjedhjet pa barabarta, shtet partia shtet. Po, Edi Rama në Tiranë ka marrë 49% në 11 majit. Po Pra nuk ka majorancë më burr. Problemi është që këta sigurisht do. Tash 49% çfarë janë? Ai se e duan. 49% çfarë Jam janë? pak më jo, nuk po them. kjo s'ka majorancë. Po them këtë. Problemi është a maksimalizojnë këta kundër Ramës. Martiri po thotë një gjë të drejtë që ligji i jep Jo, 49% që është shumë kodi elektoral i jep shumë, po i jep kodi tani, disa merrte e drama. Me kod normal. Po do merrte shumë më tepër se sa këta që merrte shumë më pak, 6 apo 5. Duhet të them këtë më që mundet Rama, si s'mundet, mundet. Është mundet. Rama mundet. Problemi është a je ti zoti që të bindësh qytetarët që unë e bëj këtë punë dhe unë jam më i mirë se ky tjetri. Po pra, po, mundet po. Por nëse ne presim që të shpallin datë zgjedhjes, ato të bëhen brenda 45 ditë nga data e shpalljes, dhe opozita nuk ka një kandidat. S'ka pra Sa hedhë gar, ky është problem. Zoti Qeja, çfarë po bën partia juaj, po bën tani partia juaj? Keni 2 deputet në kuvend, ju dhe tjetri, me pam që si nisi parlamenti, mazhoranca tani i mbyll shpejt. Nuk ka nerva dhe komandanti. Nuk ka nerva të gjë, çdo bëni tani vallë. Cilat janë çështjet që do të fokusoheni dhe si do të lëvizni këtë gjë? Sa mund ta mbyllim? 6 seanca parlamenti, të dy kanë thënë vetëm betohem, s'kan thënë asnjë fjalë më tepër. Vetëm kaq kanë thënë parlamenti. Atë, shiko, në fakt, diskutimi është shumë i gjerë dhe ne katandisemi, të flasim jo, të ikim fare, mos të merremi. Të katandisim. Më fal një sekond, vetëm ta them. Pse i quan katandisit? Po sepse kështë nuk jam dakord me qëndrimin tënd. Çfarë është katandisje? Ë? Unë jam dakord me qëndrimin tuaj, por nuk them katandisën njerëzit për shembull. Jo, katandisemi që diskutojmë që diskutojmë zgjidhje ekstreme. Po tani është një farë mënyrë, ekstreme ashtu është. Katandisje është zgjidhje. Po mirë, zgjidhje ekstreme tani katandisemi që përdorim zgjidhje ekstreme. Ai ka fjalë që katandisemi ky vend që diskutohet deri këtu, domethënë. Nëse vaje, s'ka rëndësi. Tani ajo që do them është, shiko, është e qartë. Është e qartë. Është e qartë. Laosi doli